Përshëndetje të dashurit e mirë se erdhët. Do të flasim sot për muajin e shenjtë të Ramazanit, i cili ka hyrë në datën 1 mars dhe të gjithë besimtarët musliman tashmë sigurisht e kanë një muaj të tyre tepër të rëndësishëm, muajin e tyre të shenjtë. Le themi ka plot njerëz që kanë filluar të agjërojnë dhe të ndjekin ritualet që vetë ky muaj sjell në vetvete, që nuk është thjesht çështja e agjërimit, por mbi të gjitha simbolika, ai procesi i brendshëm që ndodh te gjithë besimtarët edhe që kanë këto ritualet e veta të marrëdhënies me Zotin, me besimin e tyre. Kjo është më e rëndësishmja. Se çfarë ndodh në fakt si përjetohet, çfarë përfeson për të gjithë ata njerëz të cilët e respektojnë muajin e Ramazanit, dhe do të kemi të ftuar në studio 2 paneliste të cilat do të na rrëfejnë për këtë vendim që kanë marrë për zgjedhjet e tyre, dhe në fakt e para që vjen në studio është një personazh shumë interesant, jo vetëm për faktin që ajo është në profesion graphic designer, ka një pasion të veçantë të cilin dua ta zbuloj tani, por më pas dua ta rrëfej. Ka zgjedhur ti dedikohet besimit musliman, pra ka bërë zgjedhjen e saj, është nënë e 3 fëmijëve. Do ta presim në studio të na rrëfej për të gjitha këto momente interesante dhe zgjedhje që ka bërë në jetën e saj. Vjen Eralda Mazreku, e presim në studio. Eralda, mirë se erdhe, dashur, falenderoj që je këtu. Është kënaqësi gjithmonë të jam tek ju. Edhe për mua. Ka shumë gjëra interesante Eralda në fakt për të rrëfyer, sepse unë nis atje një graphic designer. E drejtë. Nga ana tjetër je mama e 3 fëmijëve. Por ajo që më bëri përshtypje dhe që ne kemi mësuar tani, se kur ke qenë herë tjetër programin ne nuk e kemi thënë, pasioni për motorin, apo jo? Kemi dhënë gjë një ndër të tjera, patjetër. Një ndër të tjera. Motorin ndërkohë ke marrë motor? E ka marrë patjetër që po. Pra para një viti unë di që ti ke marrë patentën. E drejtë. Dhe ke marrë dhe motorin. Patjetër që po. Kishin si të bënin pa njëra tjetrën këto të dyja. Të dyja bashkë, se patenta patjetër që i prin një pasionit të tillë, dhe unë jam shumë kurioze të më tregosh, po mbi të gjitha duhet të flasim sot për muajin e shenjtë Ramazanit, që ka nisur për juve, çfarë përfaqëson, cila është simbolika e tij, çfarë ndodh gjatë këtij muaji, cili është transformimi që ndodh tek njerëzit, tek të gjithë ata që e respektojnë, le të themi, këtë muaj. Jo vetëm agjërojnë, se ne përdorim termin agjërim, por nuk besoj që është vetëm transformimi shpirtëror fillimisht. Pikërisht, pra nuk është vetëm agjërimi, se duket sikur theksin e merr më tepër çështja e ushqimit, por nuk është vetëm ai. Jo, ajo është një ndër pjesët e tjera. Pastaj ajo që na bën të ndryshojmë, të jemi njerëz më të mirë, normalisht është shpirtërore, është më e thellë, patjetër që do të flas. Që ne urojmë muaj të lehtë, muaj të mbarë, faleminderit. Ramazanit. Falenderoj shumë që je këtu, të të ulash. Faleminderit. Do të presim një tjetër të ftuar në studion tonë, gjithashtu ajo ka zgjedhur të agjërojë për gjatë muajit të Ramazanit, është autore dhe moderatore e programit Diagnoz, Freskita Miloti, e presim. Freskita, mirë se erdhe. Faleminderit. Që je këtu. Nëjtësi, faleminderit. Edhe ti je shumë bukur, sot më pëlqen, ndërkohë që e vogël. Kam agjëruar prej shumë vitesh, tani edhe në familjen time. Më parë me gjyshet, ishte një nga momentet më të bukura kur vinte Ramazani dhe ndanim iftarin, syfyrin, dhe tani është si fest përsëri për mua në familjen time. Unë falenderoj, do të na tregosh si ka nisur këtë vit, të ftoj të ulesh, dashur Freskita. Do të zhvendosesh në anën tjetër, sepse aty kemi ndriçimin më të mirë, po bëjmë pak edhe drejtorin e fotografisë në këtë rast. Ja tek jemi shumë mirë. Unë do doja të nisja me një insert që kemi përgatitur në fakt pikërisht për muajin e Ramazanit, i cili na kujton edhe një herë, pra se si ka nisur vetëm në datën 1 mars dhe deri kur do të vazhdoj për 30 ditë. Patjetër për 30 ditë. Për 30 ditë, do të thënë në 30 mars le të themi do të kemi parashikohet të përfundoj. Parashikohet të përfundoj që vijnë ato festat e tjera, po do t'i themi pas pak. Le të shohim fillimisht insertin e përgatitur. Muaji i shenjtë i Ramazanit është një nga momentet më të rëndësishme në kalendarin islamik për të gjithë besimtarët musliman. Ky muaj i shenjtë është muaji i faljes, mëshirës dhe sakrificës për çdo besimtar. Për gjatë 30 ditëve agjërohet duke konsumuar vakte përpara lindjes së diellit në mëngjes, syfyrin dhe pas perëndimit të diellit iftarin. Gjatë kësaj kohe, përveç ndalimit të ushqimeve dhe pijeve, besimtarët shmangen veset dhe mëkatet, duke u përkushtuar më shumë në reflektimin shpirtëror. Muaji i shenjtë i Ramazanit këtë vit ka nisur prej 1 marsit dhe përfundon në 29 mars dhe të nesërmen festohet në të gjithë botën si dita e Bajramit të Madh. Ky ishte materiali aktualisht që flasim. Pak a shumë në gjitha kontinentet ka vende që festojnë muajin e shenjtë Ramazanit, apo në gjithë botën. Normalisht, si që e biseduam, që folëm edhe më parë bashkë, është një muaj i cili bën transformimin, jo vetëm ne të jemi larg ushqimit apo pijeve, por normalisht është transformimi shpirtëror, është ai më i rëndësishmi, që na bën të solidarizohemi edhe me ata që janë më në nevojë. Parimisht, kjo është gjëja.
ne të ndjejmë nevojat e tyre dhe të jemi njerëz më të mirë, të bëjmë bamirësi, të shtojmë lutjet ndaj Zotit dhe normalisht të kemi edhe mënyrën tonë të komunikimit akoma më të mirë nga ajo që kemi pasur më parë. Më shumë durim, më shumë butësi, më largë mëkateve. E di çfarë më pëlqen në këtë rast, pra që dikush i cili fillon edhe respekton, pra ndjek ritualin e muajit të Ramazan, mban Ramazan, siç është shprehja që përdoret. Unë mendoj që e thërret dëshira për të mirën, pra ka dëshirë për t'u përmirësuar, dhe kjo është shumë e bukur dhe për t'u vlerësuar që në fillim. Unë besoj që të gjithë ata që e nisin e çojnë deri në fund muajin e Ramazanit, se besoj që është një sakrificë që përballohet apo jo. Përballohet dhe për kësaj të thërret, siç e the, sepse ti ndjen në vetveten pra tënde që dëshira për t'u bërë më i mirë, dëshira për t'u përmirësuar, dëshira për t'u pastruar, nëse i ka këto simbolika dhe këto efekte gjithë ky muaj apo jo. Subkonscienca jote të thret që në qoftë se kishe ndërmend të bëje diçka që ti e di fare mirë që nuk është e duhura, në këtë muaj kur ti je me agjërim stopohesh dhe tërhiqesh pas. Pra si është një reflektim me vetveten, dëshirat për t'i parë mirë gjithmonë të tjerët, pra nisë qëllimisht ky muaj Ramazanit, ky muaj i madhnishëm, sjell pa diskutim të mirat e veta, bashkë me sakrificën që secili nga ne është me një lidhje shumë të veçantë shpirtërore me Zotin. Është, domethënë, pa diskutim diçka që e ke me vetvete, nuk bëhet asnjë gjë që bëhet për hir të Zotit, nuk bëhet për hir të asgjë tjetër përveç se për të. Pra kur pritet të vi muaji Ramazanit, trajtohet si një lloj feste gjithë muaj apo si një muaj sakrifice? Çfarë prevalon më shumë, si mendoni? Tani, ideja që ndron këtu, ai pritet si një muaj feste, patjetër, por pjesa e sakrificës, siç edhe të thash, është ai mendimi që ne kemi që duhet të bëhemi njësh me ata që janë në nevojë, duhet t'i ndihmojmë, duhet të kemi atë ndjesinë e mirë për të qenë më pranë tyre. Patjetër që është sakrificë deri diku, sepse normalisht të heqësh dorë nga ato çfarë njeriu ne bëjnë edhe të lumtur, siç është ushqimi dhe disa elementë të tjerë, patjetër që është sakrificë, por në momentin që kemi qëllimin e mirë për t'u përmirësuar, normalisht kjo kthehet në gëzim. Nisur nga kjo, sigurisht është me të gjitha të mirat e veta që sjell muaji Ramazanit, pak më parë më bën edhe profesioni pa diskutim, por pak më parë citove bukur the edhe nga ana shëndetësore, i bën mirë edhe shpirtit, edhe fizikut, edhe trurit. Dhe ka ndikim shumë të mirë ky agjërim përgjatë kësaj periudhe, duke sjellë të mira në shëndetin kardiovaskular, gjithashtu në vigjilencë, në kujtesën tonë. Mund të duket deri diku për dikë absurde si ka mundësi pra kur ne nuk ushqehemi, duket sikur jemi të lodhur, në fakt nuk ndodh kështu. Mund të jenë vetëm ditët e para ai ndryshimi i rutinës tonë. Por ndodh më pas në ditët në vijim një energji e natyrshme që vjen dhe ne themi vetë Zoti na ka ndihmuar për ta çuar deri në fund këtë muaj, këto sakrifica të vogla, sepse për mua e gjykoj të vogël. Në familjen tuaj e mbani të gjithë? Të gjithë. Ne agjërojmë të gjithë si familje. Bashkëshorti edhe djali i madh që në moshën 12 vjeçare ka nisur të agjëroj me vullnetin e tij sigurisht dhe e mban gjatë gjithë muajit. Dhe është, siç thash edhe pak më parë, si një fest, mezi e presim që të gjithë krijojmë të rutinën e re, çohemi bashkë, përgatisim gjërat bashkë. Më pas është edhe atmosfera që gëzojmë me njëri tjetrin, sepse mblidhemi në yftar me miq tan, mundohemi të ndajmë pra edhe ata që kanë nevojë sigurisht në formën e ushqimeve apo ndihmave të tjera, dhe përgjatë këtij muaji është ai solidariteti, bamirësia që është në dukje më shumë se në çdo muaj tjetër. Pa diskutime. Kur flasim për ushqimet, në fakt më kujtua tani se ndjehet kjo atmosfera kudo ku delë për tretje se janë të mbushura me hurma arabie. Është në përgjithësi fruti që preferohet më tepër në këtë periudhë, ai është shumë i rekomanduar gjithmonë sepse është shumë i shëndetshëm, thonë nga gjërat e ëmbla është nga më të mirat. Po jep shumë energji dhe ka vitamina të cilat krijojnë edhe është sugjeruar edhe nga nutricionistët, po sidomos në këtë periudhë kam përshtypjen që është një afërsim që përdoret më shpesh. Patjetër. Besoj gjatë intervaleve që lejohet ushqimi, është mënyrë për të marrë sheqerin dhe të ëmblat, sepse trupi ka nevojë patjetër për ato gjëra. Dhe krijon ngopje në fakt. Shumë, krijon më tepër ngopje, normalisht duke pasur ai shumë vitamina dhe minerale, dhe për më tepër është edhe, le të themi, fruti i preferuar për çeljen e iftarit. Gjithmonë nis me të dhe pastaj me ujë me të, po. E qartë. Mirë, më trego pak Eralda si ka nisur besimi, lidhja jote me besimin musliman për ty? Në fakt në moshë shumë të hershme, kur një i afërmi i ynë, mua më merrte ditë të xhumait, ditë premte në xhami me vete.
Bas disa kohësh kjo këthyë si ritual dhe unë doja ta praktikoja si gjë dhe normalisht i kërkoja prindërve të mi për të shkuar. Kohë më vonë, pastaj unë isha pjesë e medreses Tiranës, pra isha nxënëse aty, në shkollë, dhe absolutisht aty ka edhe lëndë fetare, normalisht që ty të përmbushin më tepër në atë që kërkon, sepse normalisht një, le themi nxënës që zgjedh atë shkollë, ka edhe një pikë synim të caktuar. Erdi duke u rritur kohë mbas kohe besimi, lexoja për fenë islame, fillova të falesha, fillova namazin dhe pastaj ishte një zhvillim, le të themi, sipas etapave. Momenti kur ti vendose që të vendosje shamin, Në fakt e kisha vendosur më përpara, nuk është se ishte një pikë, një kthes kyçe direkt, e kisha vendosur më përpara që unë ditën e parë të fakultetit do vendosja shamin. Në ditën e parë të fakultetit kur ke shkuar atje. Dhe si ka qenë reagimi në fillim? Normalisht aty rrethoheshim me të panjohur, sepse ishte dita e parë e fakultetit, nuk është se kishim nga ato që më përpara na kishim parë me shami, duke qenë se ishte një vendim që unë e kisha marrë dhe e kisha mbajtur për vete, nuk është se e kisha transmetuar, normalisht pjesa më e njohur u çudit patjetër, po nuk është se nuk e prisnin, sepse çdo ditë premte që unë shkoja në xhami, normalisht unë shkoja me shami dhe kthehesha me shami. Menduan se do ishte një nga ato ditët, paçka se nuk ishte e premte, por realisht jo. Pse bëre ti këtë zgjedhje? Nuk mund të them që është një zgjedhje e cila... Sepse jo çdo kush, absolutisht, po nuk mund të them që është... Absolutisht, zgjedhje e lirë, sepse nuk mund të jetë e imponuar. Absolutisht, jo. Por nuk mund të themi që ishte një zgjedhje në cilën unë u gdhiva një mëngjes dhe tash sot do vendos shamin. Ishte zgjedhje e cila erdhi pas shumë kohësh, pas shumë kohë leximi, praktike, besimi, dhe normalisht kjo ishte një ndër ato hapat si themi përmbyllur. Të erdhi natyrshëm le të themi. Absolutisht kishte kohë që e kërkoja, thjesht deri diku edhe prindrit e mi ishin në pikpyetje që ta marri këtë vendim sa është në moshë më të hershme apo jo. Normalisht të gjithë donim që ky vendim është i rëndësishëm, absolutisht, dhe të merret në një moshë mjaftueshëm të pjekur, dhe vendosëm që të ishte kjo etapë e jetës. Ndërkohë ti fillove fakultetin, edhe ke studiuar, për çfarë ke studiuar në fakultet? Kam studiuar për gjuhë huaja, turqisht. Sepse duke menduar që graphic designer për diçka mori një rrjedhë totalisht tjetër pastaj, ishte diçka mbas goxha vitesh, mbasi unë përfundova fakultetin, tentova të hap një studio grafike timen, nga e cila më saktë nuk dija të bëja asgjë. Gjithçka është mësuar vetëm me tutoriale, gjithçka është mësuar në mënyrë autodidakte. Fantastike. Pra ti vendose të hapje studion? Ishte quaj studio grafike, po në atë studio grafike kishte vetëm një printer, nuk kishte asgjë tjetër, ndërkohë që unë merrja porosi edhe pa i ditur se çfarë porosish po merrja. Interesohesha, hapja tutoriale, i punoja dhe sot mbas pothuajse 11 vitesh, sepse themelimi i Graphic House-it ka qenë në vitin 2014, sot mbas 11 vitesh ne jemi në një showroom dhe po ashtu me një fabrik ku ka goxha të punësuar dhe një ndër kompanitë e reklamave, le të themi, më me emër në vend. Bravo. Faleminderit. Më pëlqej shumë mënyra se si e pas ke nisur. Ka qenë absolutisht ka qenë shumë sforc. Në atë kohë unë kisha edhe fëmijën tim të parë, detyrosha Elia për orë të gjata me prindrit e mi, dhe normalisht ka qenë dedikim, ka qenë përkushtim, por ja vleti në fund të ditës, ja vleti patjetër. Realisht je bërë edhe 3 fëmijë? Po. Ke një djalë, duket edhe 2 vajza? Sot kam 3 fëmijë, kam një djalë edhe 2 vajza. Edhe 2 vajza. Do dalim edhe tek motori, sepse nuk mund të mos të pyes, do presësh freskita edhe pak, sepse dua ta dëgjoj. Shumë interesante. Të më tregoj për motorin, po pasioni për motorin si lindi, ose kur e zbulove, si ndodhi? Në fakt, unë pëlqej shumë udhëtimet, përveç të tjerave, një ndër pasionet janë udhëtimet. Këtu jeti në motor, është një video që ke për ti. Nga ato të zakonshme të përtit. Do bëjmë një gjiro bashkë. Në Tiranë me çfarë lëviz? Kryesisht në motor. Tani kryesisht në motor, përveç ditëve me shi, normalisht se mua më duhet shkoj në punë dhe normalisht që më duhet edhe ajo estetika e punës. Kryesisht me motorët dhe kam filluar atë pjesën e makinës tashmë sa më tepër se më duket sikur është problematike tani. Deri para disa kohësh le themi nuk ishte e tillë, zgjidhte punë, ndërsa tani më duket problematike. Normalisht është probleme parkimi, me motori është shumë... Normalisht është shumë komod, është zgjidhje, po për te zgjidhje është të falë edhe kënaqësinë. Adrenalin. Dhe si erdhi momenti kur e vendose që do merrje një motor? Siç të thash, unë i preferoja shumë udhëtimet dhe më pëlqen për çfarë do lloj gjëje në jetë, ta kem vetë timonin në dorë. Kështu që me një timon në dorë dhe ku jeti, kjo është shumë e bukur do të. Faleminderit. Shumë e bukur si foto. Më pëlqen shumë.
Me një timon në dorë dhe me 2 rrota bëhet akoma më interesant udhëtimi, sidomos kur ti e udhëheq vetë. E po ky është motor i madh, sa kubik është? 310, nuk është dhe shumë i madh. S'është i madh, 310 nëse i vogël është, gjithë ti me këtë motor lëviz në Tiranë? Me atë lëviz në Tiranë. Wow. Mirë, kjo është foto artistike, sepse ti vendos kaskën, gjithmonë. Patjetër, në rast që bëhet fjalë, normalisht lëvizim me skafandër, ajo është një foto që realisht është shkrepur vetë. Po. Është vënë telefoni diku dhe kam shkrepur atë foto. Wow, e papar, shumë e bukur. Faleminderit. Shumë e bukur. Fëmijët ndërkohë, kur shohin mamin kështu kaq aktive, kaq sportive. Le të themi deri diku, i madhi patjetër që është gjatë gjithë kohës për të treguar gjithandej sa që i them, biri, gjërat e shtëpisë mbeten në shtëpi, jo të shpërndajmë gjithandej. I pëlqen, patjetër që i pëlqen, e përdorin le të themi edhe në ato çastet e tyre me shokët për të treguar etj. Por për sa i përket fëmijëve, unë kam marrë një zotim që në fillim që unë nuk do marr asnjërin në motor, asnjëherë qoftë edhe për një xhiro. E kam shumë të rëndësishme pjesën e sigurisë, patjetër të vetes, por të atyre mbi të gjithë, kështu që nuk dua të rrezikoj në asnjë moment. Sado mirë të mund t'i jap qoftë dhe në vijim, ato jo kam thënë. Shumë mirë, bukur, më pëlqen. Mirë. Themi pak te muaji i shenjtë i Ramazanit, se na mori biseda këtu, po ishte e pashmangshme, se isha shumë kurioze për të dëgjuar këtë rrëfimin tënd dhe historinë tënde, e cila është vërtet interesante. Në shtëpinë tuaj besoj edhe ju agjëroni të gjithë. Patjetër, të gjithë me agjërim, edhe djali që nuk është shumë, le të themi, është 10 vjeçar, tenton disa ditë, dua dhe unë, dhe normalisht e tolerojmë. Edhe fëmijët besoj, ja keni ushqyer ju besimin apo i keni lënë të lirë të tjerë? Ideja i shndron këtu që duke u rritur në një ambient familjar, në të cilin ato shohin prindrit, gjyshrit, rrethin shoqëror, modelet që jepen, pra ne duke falur namaz, ne duke agjëruar, ne duke dëgjuar apo duke lexuar një tekst që ka lidhje me Islamin, patjetër që rriten me atë frymë dhe nuk është se i bën përshtypje. Unë kam qenë gjithmonë kundra imponimit. Diçka që duhet të shkojë mbar nuk mundet të imponohet. Aq më tepër në fe. Aq më tepër në fe që nuk është e lejueshme, le të themi, të imponohet. Patjetër ta transmetojmë, por jo ta imponojmë. Dhe normalisht, nëse zemra ja do, patjetër që do e përthithi si informacion. Në një ambient të tillë, normalisht që është e natyrshme të ndodhë diçka e tillë, kështu që le të themi me etapën e rritjes atyre kanë vijuar duke marrë informacione të vogla, duke parë modele dhe normalisht duke hecur në ato gjurmë që ato shohin. Sugjerimet janë të rëndësishme. Edhe në familjen time, nga prindërit, natyrisht kanë agjëruar, por më shumë me gjyshet sepse mbanin më gjatë. Kur kam qenë e vogël, sigurisht nuk është se e kam mbajtur të gjithën, mbaj me gjyshja ime nga babi, më thoshte agjëroj unë për ty, mbaj vetëm një ditë, nuk e di nëse ju ka ndodhur juve, po kështu thonin gjyshet, dhe me nostalgji e kujtoj tani që unë agjëroj të gjithë muajin, derisa ajo përpara se të ndahen nga jeta ka qenë e lidhur shumë me Zotin, dhe na e dhuroj, domethënë, edhe këtë gjë shumë të bukur dhe na orientoi. Pastaj unë kur kam mbaruar medresen, sepse dhe unë kam mbaruar medresen në Shkodër, ka qenë deri diku një orientim i babait tim, nuk është se ishte drejt për drejt një zgjedhje e imja. Duke më thënë që është zgjedhja më e mirë, orientimi më i mirë, edhe shkolla më fort, që sigurisht vijon të jetë edhe sot në Shkodër. Kështu që deri diku u formsua edhe ajo pjesë që duhej e njohurive të mia. Kam vijuar, pastaj sigurisht edhe pasi kam mbaruar shkollën, të kem ato ritualet e mia për ta vijuar dhe për ta respektuar, sa sigurisht kam patur mundësi së bashku me familjen time, edhe bashkëshorti që edhe ai e respekton dhe gjithmonë e ndjekim së bashku. Po ju shohim këtu jeni, Po, këtu jemi në Kairo, në fakt, jemi bashkë me familjen, gjithmonë kur shkojmë edhe në vende të ndryshme, kemi dëshirë të vizitojmë edhe xhamit, dhe patjetër edhe me djalin e madh dhe me djalin e vogël. Këtu jemi po në Kairo, është xhamia e Muhamed Aliut, shqiptari që ka kontribuar shumë në Kairo atje, në Kairon moderne, po themi, Egjiptin modern, dhe është një nga xhamit më të bukura në fakt, e ngjashme me atë të xhamis blu, përsa i përket arkitekturës. Dhe siç thash gjithmonë kudo që shkojmë, kemi dëshirë të shkojmë të vizitojmë ato, jemi më afër këtyre kulteve fetare. Më thoni pak, gjatë muajit të Ramazanit, çfarë aktiviteti
shtesë ose plus, le themi, përveç atij të zakonshmit, ritualeve të përditshme, punëve, angazhimeve editore, çfarë bëhen më tepër se sa zakonisht? Përgjatë gjithë muajit. Normalisht një ndër ato që bie në sy edhe të kalimtarëve kur ndodh që ecin kalojnë pranë xhamive, është namazi i taravive. Namazi i taravive është një namaz më i gjatë, si në kohë, si në rekate, le të themi, dhe është mbas iftarit. Mbas i kryet iftari, këndon edhe jacia pra vakti i fundit, mbyllet me vaktin e jacis dhe më pas është namazi i taravive. Po ndërkohë pjesa ju thoni, e kuptoj pjesa e sakrificës që të ul dhe të vendos, le të themi në një nivel edhe në lëkurën e shpirtërore. Jo, në lëkurën atyre që janë nevojtarë, të bën ndoshta të çon pak më pranë ky muaj. Çfarë bëhet pikërisht në emër të tyre? Pra, organizohen iftare, ose iftare, vërtet. Organizohen edhe iftare për këta njerëz në nevojë, sigurisht edhe ofrohen ndihma në ushqime apo në veshje, edhe në ditë të caktuara, por edhe ai që ka mundësi patjetër përgjatë muajit të Ramazanit, po edhe me miqtë tanë afrohemi më shumë ata të cilët agjerojnë dhe është mirë që sigurisht edhe t'i nxjerrim miqve tanë, si ata ne apo edhe ne atyre, po dhe kur gatuajmë për njëri tjetrin në shtëpi, edhe kjo është themi... Besoj që ka shumë festa, do të thonë është gjithë muaj një festa, të momentet e kur takoheni për të ndarë këto vaktet së bashku, kthehen në festa, apo jo? Patjetër, se është edhe ndryshe nga dreka darkat e zakonshme. Lidheni bashkë, lini takimet bashkë, shkoni tek njëri herë tek tjetri për të organizuar këto takime. Është vështirë që në muajin e Ramazanit iftari, le të na themi, na gjej vetëm në shtëpinë tonë, vetëm me familjen tonë. Zakonisht ose jemi të ftuar ose ftojmë, jemi gjatë gjithë kohës në aktivitet. Prandaj thash si fest. Festa e vitit të re duket nga njerë, po gjatë muajit të tërë. Po, e vërtet. E bukur, cili do t'ishte një mesazh që do t'jepin tuve sot për gjithë ata që na ndjekin? Është shumë e rëndësishme që e gjithë kjo mos përkufizohet vetëm brenda muajit të Ramazanit. Është e rëndësishme që ne të ruajmë përtej këtij muaji atë qetësinë, dashurinë, dashamirësinë dhe mirësjelljen drejt të tjerëve. Pra mos jetë ky muaj i sakrificës, le të themi, vetëm duke hequr dorë nga ushqimi dhe pastaj sapo të përfundojë Ramazani, të kthehemi në thonjza në origjinë. Por atë mirësinë që kemi tani dhe ato dëshirat e mira për të qenë më afër dhe më pranë të tjerëve, ti vazhdojmë gjatë gjithë vitit. Bukur. Freskida? Çdo muaj Ramazani ka kontributin e vetë shpirtëror në çdo individ dhe dëshiroj që vlera që ne marrim nga ky muaj Ramazani i bashkohem urimit dhe mesazhit t'i përçojmë përgjatë gjithë jetës sonë, tek njerëzit që na rrethojnë dhe pikërisht edhe me ata që ndoshta ne nuk i njohim, por të jemi ndihmës dhe bamirës apo zemërbut ndaj tyre. Të kemi durimin dhe patjetër unë uroj që secili që sakrifikon në këtë muaj Ramazani dhe ka lutjet e veta të jenë të pranuara për secilin besimtar musliman dhe me shpirt të shpresoj që të ketë paqe dhe dashuri në familjet e tyre. Pikërisht, dhe unë të doja se jo të gjithë zgjedhin të agjërojnë gjatë muajit të Ramazanit, por kjo nuk do të thotë që besimi i tyre nuk është po aq i fortë sa i atyre që zgjedhin ta respektojnë. Ne lutemi edhe për ata që nuk kanë mundësi të agjërojnë. Mesazhi le të themi le të shkojë të gjithë. Të gjithë, absolutisht. Të gjithë atyre që kanë Zotin në zemër dhe që duan të jenë më të mirë, të bëjnë vepra të mira mbi gjitha. Të bëjnë vepra të mira, të ndihmojnë të tjerët, të jenë gjithmonë aty për të ndihmuar të gjithë ata që kanë nevojë dhe në vendin tonë jo se ka pak, me thënë të drejtën. E vërtet, të përcjellin mirësi, aq sa mundemi. Ne shohim gjeste ndihme edhe bamirësie të shpeshta në fakt, kudo, kështu që kjo na vjen mirë që ndodh në vendin tonë dhe që ka gjithmonë njerëz që ndihmojnë të tjerët. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi që pata në studio. Ishte kënaqësi dashur. Një muaj të lehtë dhe të mbarë të Ramazanit. Faleminderit. Kalofshi bukur, ndërkohë që ne kemi publicitet, kemi pas pak.